Shatë Zotin, sa se vapet I fiton burri kur afrohet te gruaja vet. Pejgamberi alayhis salam ka thonë pa numër. I kanë thonë ja Rasulullah, pa edhe këtu ka se vape, ka thonë shumë. Po tani me fe islame ne kem. Inshallah një gruaja jeme shkaj të thonë. Dgjoj. Tani me fe islame thot ai njeri që ngutet për mu pastrue pas aktit, sa ka kime në trupin e vetë, ka thonë I dërguri Allahut në tërë trupin që ka qka se vape. E pse e kalon Zoti Gjereshanu hu se ne e dim që Arapt asat here, as tash nuk janë shembull për bëj më të avancuamit në shkencë shembull për bëj. Me gjithë se në fillim ka pas, po dan nga dalë të fjet, njëri pas e vizohet. Mirë po tash që puna e sidës. A janë evropianët sida. Po, a janë evropianët më të pasur? Edhe se sa anena lindja, sigurisht se po. Po. E tash ai që ka pare, ka mundësi edhe pastërtime mojt. E pse pra ku nisi sida mas pari? Që të ku kam pos pare? Po. E pse? Se për shembull të besimi tjetër nuk është e domosdoshme u pastrua. Të jo. Po, nuk është e domosdoshme. Ndërsa te musliman, te musliman. Kjo është individuale, kjo s'ka lidhje me fe. Falë që po thamë këtu me paralizu pa. Ja, me islam është e domosdoshme, është farz I Zotit Gjereshanu. Po, e si mori pas ka drejt mu musliman. Pse? Ja, gruan pas ka marrë musliman. Siman. Po. Po lo më shumë se çfarë do të kam prit. Po ti ruaj Zoti fëmin. Edhe tu nejt me ty pasha Zotëvish gjona të mira mësoj prej teje. Zoti pa dyshim. Çka kishte thonë për shembull për më bon për më rikthy në fen islamet tonë, domos Simoni çka duhet më thon spori shahadetit. Simona e di shahadetit. Po reani është ky kanë dëgjuar se ka me konflikt. Unë kam nejt çfarë? Ka me konflikt, për shembull e ka gruan. Po ky kanë me asonin e Islami është mu pastrua në mënyrë gjenerale, çush pastrohem dhe edhe mi thonë shahadetin. Simona e di shahadetin? Edhe qka? Forsha Zotin peq asaj dite. Të këtë erdhi sot, sa vjet I ke bon, çdo gjuna që ke bon, me momentin që thua shahadetin, Allah e ti falë. Amen njëra. A pe thu shahadetin? Se nuk ka ke pas gjinam, ke pas rajnë në gjera, pe thu shahadetin. Mi pranu Zotin ashtu qësh është. Qëre, une nuk menoj që një shahadet ose një e bo me krysh dë ban fetar të madh, ose ma shumë, ose ma pak. Nuk besoj. Kjo themeli, gur themeli jo Okej. Mirë po e ka lurja çlyhet. Çështu ka unë pejgamberi që po thëmë edhe. Po e kam thonë shahadetin 100 herë. E ke thonë po se ke thonë me zemër, nuk e ke thonë çush duhet. Ku e din ti? Jo, e ke thonë vetëm me çta. A di shahadet? Shur se di. Hajt, shqip, besoj edhe të gjerë. Jo, e di edhe arabisht e di. Hajde shahadu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammed abduhu wa rasuluhu. Unë dëshmoj se vetëm Allahu është Zot dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhis salam është rob dhe I dërguari I Tij. Po hajt ku Simon? Po, faleminderit shumë. Ngop. Unë Siko këshell me kryet lart. Me hoj kallzova, me nejt me hoxhallar. Sikur hoxha se është tu prezant. Edhe me betim jasharin, a? Edhe me pritri. Çfarë? Ja po. Ngop. Mos asi se unë kam shumë shok. Unë kam shok. Unë e kam Don Mikelin, Don Viktorin. Edhe pi familje që kena prifta dhe motrat nderit kena në familje. Po kena edhe të martum me muslimane me katolik në familje. Ju kena dhonë shika muslimanëve, na kanë dhonë shika muslimanët. Ja u kanë marrë, u keni marrë se me I dhonë kështu fort si dhonë. Ja, po, përgjithësisht. Ja, po. Po shqeqaj, Ja, ngap. Unë jam katolik, a di çka mendoj? Unë jam katolik I Rrafshit Dukazhinit. Unë mendoj në Rrafshit Dukazhinit e kena fen pak ma bot se sa pjesa Prishtinës, e sidomos Lipjane shtime ka shaneke vitia. E pse Simon s'pe thu që na merr lahmiti neve muslimave? Unë jo, muslimanun isha